Pagesa e kryer në shkelje të hapur të Kushtetutës dhe ligjit për buxhetin e shtetit u bë objekti i protestës i mediave prestigjioze ndërkombëtare, i një padije në gjykatën kushtetuese për të anuluar aktin normativ dhe objekti një kallëzimi penal në SPAK. Ditën e hënë, menjëherë pas këtyre reagimeve dhe veprimeve ligjore në organet e drejtësisë, Edi Rama, që e di se ka kryer krim financiar kundër buxhetit të shtetit dhe fondit të emergjencave, kanë cituar të shmang barrën e përgjegjësisë administrative e penale me një abuzim tjetër. Informacioni i ardhur në pamfletin nga burime brenda Ministrisë së Financave, bën me dije se kryeministri Edi Rama i ka dhënë urdhër ministrit Petrit Malaj të krijojë mundësi urgjente për të zëvendësuar në rezervën e shtetit fondet që duroj për koncertin e këngëtarit Kanye West. Ministri i Financave Petrit Malaj ka filluar të zbatojë me urgjencë urdhërin e kryeministrit, duke bashkëpunuar me ministren Mirela Kumbaru dhe ministrin Andi Salla, duke bërë një mashtrim financiar me fondet e këtyre dy ministrive. Ditën e martë është kryer procedura për të kaluar në fondin e rezervë të shtetit për zërin emergjencat, vlerën 5 miliard lekë të vjetra, konkretisht 2.2 miliard lekë të transferuara nga Ministria e Arsimit dhe 2.8 miliard lekë nga Ministria e Bujqësisë. Ndërkohë që protestuesit deklaruan se do të vazhdojnë protestën deri në largimin e kryeministrit Edi Rama, ky i fundit vazhdon turimin e pasurive shtetërore, duke vendosur që pas pushimeve, muajin shtator, ta fillojë me një pazar tjetër. Drejtoresha e Korporatës së Investimeve Shqiptare Elira Kokona, më 9 korrik 2026, ka publikuar njoftimin numër 334 fraksion 7 për tjetërsimin në shesh ndërtimi kullash të fushës aviacionit në Tiranë dhe objekteve të bazës së helikopterëve civil. Në njoftim thuhet se në truallin 7490 m2 të fushës aviacionit do të zbatohet projekti i investimit të emërtuar Korpusi i institucioneve të pavarura dhe qendra për zhvillimin multifunksional nëpërmjet sipërmarrjes shtet-privat. Ky projekt parashikon ndërtim kullash me hapësira për banim, biznese, hoteleri, zyra e parkim privat dhe hapësira shërbimesh publike me zyra për avokatin e popullit, autoritetin e konkurrencës, komisionerin për të drejtën e informimit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, komisionerin për mbikëqyrjen e shërbimit civil dhe komisionin e prokurimit publik. Me pazarin paraprak që kryeministri Edi Rama ka bërë me privatët për truallin e fushës aviacionit me sipërfaqe 7940 m2, është vendosur që 35% të sipërfaqeve të ndërtimit t'i marrë shteti, ndërsa 65% t'i marrë privati. Rosetta Dobi, e dënuar për vjedhjen e një shume të konsiderueshme parash nga banesa ish zyrtare së lartë Alda Klosi, është liruar këtë të mërkur nga burgu i grave në Pojsk, pasi përfitoi nga amnistia penale miratuar së fundmi. Dobi u bë e njohur për publiku në fillim të vitit 2023, kur u arrestua në akuzën e vjedhjes së 120.000 eurove, $30.000 amerikan dhe sendeve me vlerë nga banesa e Alda Klosit, ku punonte si pastruese prej disa vitesh. Gjatë hetimeve, autoritetet zbuluan se shumat e përfituara nga vjedhja ishin edhe më të mëdha. Në kontrollin e banesës së Dobit, policia sekuestroi 404.000 euro, $8.500 amerikan dhe bizhuteri floriri të fshehura në tubin e aspirimit. Po ashtu, u sekuestruan edhe 58.150 euro, $7.000, 368.000 lekë, si dhe 3 automjete, 2 prej të cilave dyshoi se ishin blerë me paratë përfituara nga vjedhja. Çështja muri e të gjerë publike, jo vetëm për shkak të shumave të mëdha të parave të sekuestruara, por edhe për hetimet që u zhvilluan mbi burimin e këtyre parave. Pas vuajtjes së një pjese të dënimit, Rosetta Dobi është liruar nga burgu, duke përfituar nga amnistia penale. Bamir Gjezari, dënuar për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike, është liruar këtë të mërkur nga burgu, pasi përfitoi nga amnistia penale. Menjëherë pas daljes nga institucioni i vuajtjes së dënimit, ai deklaroi se është dënuar padrejtësisht dhe se do të ndërmarrë hapa ligjor për të kërkuar drejtësi lidhur me çështjen e tij. Gjezari tha se ishte dënuar me 5 vite burg, ndërsa kishte vuajtur 2 vite e 7 muaj të dënimit. Ai pretendoi se nuk është kapur me lëndë narkotike dhe se përgjigjes për situatën e tij është oficeri i policisë gjyqësore Mariglen Beqo. Po ashtu, Gjezari pretendoi se gjatë kohës së qëndrimit në burg nuk i është lejuar të takojë familjarët dhe fëmijën e tij të mitur. Ai foli edhe për presione dhe kërcënime që sipas tij janë ushtruar ndaj tij dhe familjes. Të mos takosh dot familjen 2 vjet e kusur këtu, ta kem 2 kilometra larg murit, nuk ka bërë vaki, dhe të më hiqet e drejta e fëmijës padrejtësisht, se ndikon oficeri i policisë gjyqësore. Për çfarë arsyeje? Ato e di ai dhe këtë do ta kërkoj me drejtësi. Jam familjar, kam një fëmijë të mitur, kam një biznes timin dhe dua t'i përkushtohem familjes, shtoi Gjezari. Një zhvillim i ri ka dalë në dritë lidhur me skandalin financiar në filialin e Postës Shqiptare në Durrës. Mësohet se një ditë para shkarkimit, drejtoresha e filialit Elisabeta Mataj kishte depozituar një kallëzim penal në prokurori të dërguar me postë, ku akuzonte shefen e financës VD dhe arkëtaren PD për vjedhje përmes shpërdorimit të detyrës dhe falsifikim dokumentesh. Në kallëzimin e saj, Mataj pretendon se kishte sinjalizuar që në muajin mars administratorin e përgjithshëm të Postës Shqiptare për veprime që i konsideronte abuzive nga ana e shefes së financës dhe arkëtarës,
duke kërkuar edhe marrjen e masave administrative ndaj tyre. Ajo mohon të ketë pasur akses në tërheqjen e fondeve nga arka e filialit apo nga filialet bankare. Megjithatë, një ditë më pas, vetë drejtoresha u shkarkua nga detyra dhe u kallëzua në prokurori nga Posta Shqiptare pas një kontrolli të brendshëm që evidentoi parregullsi në administrimin e fondeve të shërbimeve të pagesave. Sipas burimeve, gjatë verifikimeve është konstatuar mungesa e rreth 700.000 eurove në fondin e filialit, shumë që dyshohet të jetë përvetësuar, ndërkohë hetimet për rëprake flasin për një dëm ekonomik që mund të arrijë deri në 3 milion euro, ndërsa vlera e saktë pritet të përcaktohet nga hetimet e prokurorisë. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Xhelal Zveçla ka shpallur persona non grata ministren e administratës publike dhe veçqeverisjes lokale në qeverinë e Serbisë, Snežana Paunović, pas deklaratës së saj se po të kishte pasur lirinë e veprimit të Slobodan Miloševićit, do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën. Përmes një reagimi publik, Zveçla e cilësoi deklaratën e ministres serbe si një rikonfirmim të projektit të spastrimit etnik ndaj shqiptarëve, duke theksuar se kjo retorik përfaqëson vazhdimsinë e politikave të regjimit të Miloševićit. Ministri i Brendshëm bëri të ditur se ka marrë vendimin për ta shpallur zyrtaren serbe person të padëshiruar në Kosovë. Në reagimin e tij, Zveçla theksoi gjithashtu se epoka e spastrimit etnik ndaj shqiptarëve ka marrë fund dhe se institucionet e Kosovës do të reagojnë ndaj çdo retorike që synon sovranitetin e vendit. Garda Revolucionare Islamike e Iranit, e njohur si RGC, ka marrë përgjegjësinë për një sulm me raketa balistike dhe bazës ajrore amerikane Al-Azraq, e njohur edhe si Muafak Salty Air Base në Jordani, duke cilësuar atë si pjesë të një operacioni hakmarrës ndaj SBA-s. Sipas deklaratës së RGC-s, forcat ajrore iraniane goditën bazën, duke shkatruar strehimore që strehonin avion luftarak amerikan të tipit F-15, F-16 dhe F-35, si dhe disa dronë strategjik. RGC pretendon se një pjesë e konsiderueshme e operacioneve ushtarake amerikane kundër Iranit niste nga territori jordanez. Deklarata thekson se Jordania duhet t'i jap fund pranisë së forcave amerikane në vendin e saj dhe të mos lejojë që territori i saj të përdoret si piknisje për sulme në rajonin e lindjes së mesme. Aktori shqiptar Klodian Hoxha do të jetë pjesë e kastit të një seriali serb i cili pritet të transmetohet në televizionin publik të Serbisë. I ftuar në emisionin Në shtëpinë tonë, Hoxha tregoi se gjithçka nisi fal një agjenti, i cili hapi rrugën drejt këtij projekti ndërkombëtar. Krahas këtij angazhimi, Hoxha zbuloi se është duke punuar edhe për një projekt të rëndësishëm filmik, me synimin për ta prezantuar në festivalin e Cannes. Klodian Hoxha është një nga aktorët shqiptar që ka ndërtuar një karrierë si në teatr, ashtu edhe në kineman shqiptare dhe atë ndërkombëtare. I diplomuar në Akademinë e Arteve në Tiranë, ai synon që së shpejti të shtojë karrierës së tij edhe rolin e producentit.